Shqipëria, si një prej vendeve që i është bashkuar Bordit të Paqes, do të jetë pjesë e forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza, e cila ka mbështetjen edhe të OKB-s. ISF, forca paqëruese shumëkombëshe e mandatuar nga OKB, ka si mision të marrë përsipër përgjegjësitë e sigurisë në rripin e Gazës. Mediat izraelite njoftojnë se Maroku dhe Shqipëria do t'i bashkojnë forcës ndërkombëtare të stabilizimit ISF në Gaza, e cila do të merret me aspektet e paqëruajtjes në Gaza gjatë fazës së dytë të armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit nga administrata Trump. Gjithashtu, Greqia pritet të bashkohet ISF-s. Sipas mediave izraelite, ende nuk dihet se me sa trupa mund të kontribuojë Shqipëria, roli që ata do të kenë dhe fushat ku do të veprojnë, ndërsa autoritetet shqiptare nuk kanë dhënë detaje mbi atë që njoftohet nga mediat izraelite. Këto të fundit bëjnë të ditur se Indonezia është bërë vendi i parë që do t'i bashkohet misionit. Ndërkohë, Associated Press raportoi se kontributi i Indonezisë në forcat e sigurisë do të fillojë në prill me një vendosje parësore të forcave indoneziane të synuar për në qershor. I njëjti raport përcaktoi numrin e ushtarëve indonezian që do dislokoheshin në prill rreth 1000 dhe forcën e plotë të qershorit në rreth 8000, që është më i lartë se disa shifra të mëparshme për të cilat kishin spekuluar mediat. Ende nuk ka informacion specifik mbi kohën e vendosjes së trupave nga tre vendet e tjera, Shqipëria, Maroku dhe Greqia, por deri në mesin e janarit raportet treguan se Maroku do t'i bashkojë Indonezisë si dy forcat më të mëdha paqëruese. Maroku ka mbajtur marrëdhënie të veçanta mbrojtëse me Izraelin që nga nënshkrimi i marrëveshjeve të Abrahamit në vitin 2020. Gjithashtu, Shqipëria është një nga vendet që konsiderohet aleate e Izraelit. Në muajt e mëparshëm Indonezia përmend si një vend i mundshëm kontribues në forcat e sigurisë indiane, së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe, Marokun, Egjiptin, Italin, Azerbajxhanin, Pakistanin, Katarin, Turqinë dhe të tjerë. Por deri më sot asnjë vend nuk ka përparuar për te premtimeve të përgjithshme për gatishmëri konkrete për të dërguar trupa. Presidenti indonezian Prabowo Subianto do të vizitojë Washingtonin për samitin e Bordit të Paqes të Trump më 19 shkurt. ISF nuk pritet të kërkojë përballje të drejtpërdrejtë me Hamasin ose ta çarmatosin atë në mënyrë proaktive. Përkundrazi, ata pritet të mbikëqyrin linjat aktuale të armëpushimit dhe ndoshta të trajtojnë çështje të tjera që lidhen me kufirin. Qëllimi i ISF është vendosja e stabilitetit, lehtësimi i ndihmës humanitare, sigurimi i kufive dhe mbikëqyrja e çarmatimit të Hamasit, duke mundsuar tërheqjen e forcave mbrojtëse të Izraelit. Forcat e sigurisë ndërkombëtare janë një komponent thelbësor i një plani gjithëpërfshirës paqeje për 20 pikash të zhvilluara nga Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë fund konfliktit në Gaza. Sot u njoftua se general-majori i ushtrisë amerikane Jasper Jeffers u emërua komandant i forcave të sigurisë ndërkombëtare. Plani përballet me sfida të rëndësishme, duke përfshirë ngurimin e disa kombeve për të marrë pjesë pa një mandat më të fortë të OKB-s, refuzimin e Hamasit për t'u çarmatosur dhe kërkesat e Izraelit për mbikëqyrje të sigurisë.